kuadrin e festimeve të 20 vjetorit të Universitetit të Tiranës, organizua një mbrëmje solemne në të cilën përveç studentëve, pedagogëve e të ftuarve, merrnin pjesë dhe udhëheqësit e partisë dhe të shtetit, shokut Mehmet Sheu, Hysni Kapo, Ramiz Alia, Manush Miftiu, Spiro Koleka, Qiriako Miali, Lambi Gekprifti dhe shok të tjerë. Fjalën e rastit e mbajti rektori i Universitetit të Tiranës, profesor Petrit Radovicka. Shoqja Nexhmia Hoxha, antare e Komitetit Qendror të Partisë, lexoi përshëndetjen e Komitetit Qendror të Partisë, drejtuar studentëve, pedagogëve dhe gjithë armatës së kuadrove e specialistëve që janë diplomuar në Universitetin e Tiranës. Në mbrëmjen solemne, u përshëndet në emër të ish studentëve tashmë të shpërndar anë mbanat dheut në frontet e ndërtimit socialist të vendit dhe në emër të studentëve që përgatiten të shkojnë ku ka nevojë atë dheu. Ministri i Arsimit dhe Kulturës Tefta Cami shpalli dekorimet e akorduara nga Presidiumi i Kuvendit Popullor, një numër i kuadrosh, pedagogësh e punojësish shkencor. Në këtë kuadër, në Pallatin e Kulturës, u hap ekspozita 20 vjet Universiteti i Tiranës. Në ceremoninë organizuar me këtë rast, merrnin pjesë udhëheqësit e partisë të shtetit, shokët Ramiz Alia, Manush Miftiu, Spiro Koleka e shokë të tjerë. Universiteti hapi dyert për herë të parë në vitin 1957, duke realizuar kështu një nga ëndrat më të bukura të popullit tonë, një nga dëshirat më të mëdha të rilindasve tanë. Gjatë këtyre 20 vjetëve, në bangat e universitetit janë përgatitur mbi 21.000 kuadro që punojnë në të gjitha frontet e ndërtimit socialist të vendit tonë. Universiteti nuk përgatit vetëm specialistë të degëve të ndryshme, por në radhë parë komisar të kuq, njerëz politik, propagandistë të flak të vijës partisë, ndërtues të ndërgjegjshëm që vënë të gjitha forcat e tyre në shërbim të popullit të atë dheut të socializmit. Nëpërmjet realizimit të gjithë komponentëve të shkollës sonë, studentët përgatiten intensivisht të jenë edhe ushtarë të mirë në mbrojtjet fitoreve të socializmit. Duke revolucionarizuar gjithmonë dhe më tepër programet mësimore, në Universitetin e Tiranës përgatiten mira kuadro të gatshme të shkojnë në frontet më të vështira ku ka nevojë atë dheu. Atmosfera e ndezur festive u ndje edhe në kompleksin fiskultural o sportiv studenti në një manifestim të madh organizuar me këtë rast. Manifestimi i studentëve demonstron vrullin, energjinë e vitalitetin e rinisë studenteske. Nëpërmjet ushtrimeve të ndryshme, tregohet puna e madhe që bëhet në udhëheqjen e partisë për të vënë në jetë të tre komponentët e shkollës sonë të re. Në uzinën elektromjekësore në Tiranë, ka një kolektiv të tërë novatorësh, të cilët punojnë për prodhuar sa më shumë aparatura e pajisjet nevojshme në ndihmë të shëndetësisë sonë popullore. Në këtë kolektiv punon edhe novatori Recep Çali. Recepi, që është një ndër punëtorët e parë të kësaj uzine,
është dëshmitar i ndryshimeve të mëdha që kanë ndodhur në të. Nga një oficinë e thjesht, ajo tashmë është në gjendje të prodhojë aparatura nga më moderne. Rriten prodhimet e reja, rritet edhe numri inovatorëve. Rrandhëve të tyre janë shtuar emra të rinj. Besnik Shijaku dhe Lavdosh Daci janë ndër inovatorët më të rinj që ndjejnë gjithmonë afër ndihmën e më të vjetrëve. Shkolla më e mirë për ta është puna. Për të qëndruar gjithmonë pranë kërkesave të shëndetësisë sonë, janë prodhuar një numër i madh aparaturash mjekësore dhe synohet që deri në fund të 5 vjeçarit të arrihet të plotëson pothuajse krejtësisht të gjitha nevojat e shëndetësisë me forcat tona. Inovacionet e reja vazhdojnë. Tani po punohet në shkallë eksperimentale për prodhimin e kondensatorëve elektrik. Kjo gjë bëhet për herë të parë në vendin tonë. Me kondensator të prodhuar do të plotësohen jo vetëm kërkesat e uzinës, por dhe të uzinave të tjera të vendit. Ky kolektiv duarart përditën më shumë përpiqet të vërë sa më mirë në jetë porosinë e Kongresit të 7 partisë për të prodhuar gjithçka me forcat tona. Mobilizimin për të përballuar sa më mirë fushatën e mbjellëve të vjeshtës, si në mbar vendin, edhe në ekonomitë bujqësore të rrethit Korçës e ndjen kudo, që në seleksionimin e zgjedhjen e farës. Në të gjitha ekonomitë bujqësore po punohet me ritme të shpejta dhe me të gjitha mjetet. Veçoria e këtij viti është përdorimi i kafshëve të punës, duke krijuar një front sa më të gjerë për mbjelljet në kohën e dur. Mirë po shërben për këtë vit edhe eksperjenca e grumbulluar nga viti i kaluar në ekonomitë të ndryshme bujqësore. Ajo tashmë është përvetësuar nga punojësit e bujqësisë të mbar vendit dhe po vihet në jetë. Atmosferën e punës intensive e ndjen edhe tek punojësit e SMT-ve, të cilët janë shpërndarë anë banarave për të përfunduar sa më parë plugimet. Duke mobilizuar në të gjitha proceset e punës, duke zbatuar mirë kodin agroteknik, punojësit e bujqësisë në mbar vendin tonë synojnë të arrijnë detyrën e rëndësishme të prodhimit të bukës në vend. Ky është një aksion i dyfisht për punojësit e ndërmarrjes artistike të qytetit të Gramshit. Përveç ndihmës konkrete që japin për bujqësinë, punojësit e kësaj ndërmarrje punojnë për të mbledhur edhe lëndën e parë të prodhimeve të tyre. Këto lepushka misri do të shërbejnë si material fillestar për prodhimin e çantave të reja. Duke shfrytzuar sa më mirë rezervat e brendshme dhe materialet rrethanore, punojësit e kësaj ndërmarrje kanë prodhuar 10 artikuj të rinj. Asnjë vërejtje nga konsumatorët. Kjo është motoja e punës së këtij kolektivi.
Prodhimet e kësaj ndërmarrje kanë gjetur treg edhe në botën e jashtme. Ato shquhen për punim të bukur, të thjeshtë dhe janë shumë praktike.